Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në fillim të kësaj jave për atë që pritet të ndodhë në skenën politike dhe atë të juridike, pra çështje të drejtësisë. Si gjithmonë me avokatin, mikun e emisionit tonë, zotin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj. Një javë të mbarë. Përshëndetje, gjithashtu, faleminderit për ftesën. Avokat, java nis fuqishëm. Nuk dim si do mbyllet, po dim si do nis me një protestë në orën 18. Policia tha që i kanë dhënë leje një 2 orë për të protestuar. Ose ndoshta aq kishin kërkuar. Do mblidhen një javë opozitarët, pra të drejtuar nga Sali Berisha për një foltore 2 mund ta quajmë. Prisni gjë ju avokat nga kjo apo jo, se Rama e hëngri tortën në Bruksel sot. Atëre, ta nisim me SPAK-un, që sot Sali Berisha është në SPAK. Po doli dhe aty më duket aty i bën prit Berishës ata ose puç si mund ta quajmë, sepse e futën rreth për t'i dhënë njoftimin për 21 janarin, se s'po e kapnin. S'ka rëndësi se do ta kapnin në një moment, por kemi Sali Berishën në SPAK. Kemi në GKK Ilir Metën. Kemi Erion Velin. Kemi Arben Ahmetajn. Po Ahmetajn kërkojnë Ministri i Drejtësisë, pra kërkojnë Zvicrës që ta ekstradoj. Por ndërkohë ai përdosjen buka, me sa të diu nuk ka mas ndaj tij. Jo, nuk ka mas, por hetohet, por gjithsesi nuk ka rëndësi kjo, por ju po ju parashtroj një fakt konkret që si opozita jashtë llojit, por edhe opozita brenda llojit në Partinë Socialiste, që kanë në gjykatën e drejtësisë së Partisë Socialiste. Një kjo. Ministria e Drejtësisë e drejtuar nga Partia Socialiste kërkojnë ekstradimin në Zvicër të zotit Ahmetaj. 3. SPAK-u i drejtuar nga zoti Dumani, që është pjesë e Partisë Socialiste dhe pjesë e Partisë Komuniste, sepse i nënshtrohet Kushtetutës së 1976-s në 104, që afërmendësh prokuroria është mbi palët dhe çdo gjë që kërkon prokuroria afërmendësh duhet të veprojë, dhe pra është e çuditshme që ke 5 antar të opozitës ose 5 antar të politikës shqiptare që janë me telashet me drejtsinë shqiptare dhe ke një Sarkozy i cili të ka dalë dhe është tani i lirë. Në një vend perëndimor që është antar shekullor në Bashkimin Evropian. Pastaj, ora hyrin burg, ora mund të futesh burg, mund të dalësh, po jo të bësh statistika për shkak se të intereson ty nesër karriera jote personale dhe vendos atë karrierën tënde personale duke shkelur çdo dispozit të kodit të procedurës penale. Dhe zoti Duman jam i bindur që e ka shkelur, por gjithsesi në kalimin e kohës do dalin këto, do dalin e vërtetë, do dalin në një moment. Por është shumë e çuditshme që në këtë situatë që ne jemi të kemi këto ngjarje të cilat për mendimin tim kanë, do të thosha, ndikim negativ për zhvillimin e demokracisë në vend. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që në asnjë vend të botës nuk ka mundësi që të gjithë të qekan kaq shumë të pistë aspektin juridik, dhe i vetëm që pas ka bashkëpunuar me këta që ka lule. Dhe përveç kësaj të shkon sot dhe antarëson Partinë Socialiste në Bashkimin Sovjetik dhe jo Bashkimin Evropian, se nuk mund ta imagjinoj asnjë i arsimuar në perëndim që një Bashkim Evropian është shndërruar si një paket apo si një godin e Partisë Socialiste dhe zotit Rama. Është shumë serioze kjo që them. Edhe ta dini, kam thënë gjëra më serioze, po ju a them me sinqeritet, kjo gjë që po bëhet në Bruksel është në dëm të qytetarëve shqiptar të çdo lloj marke, me patent pa patent, pra me tabel pa tabel, që ta kuptojë çdo qytetar, më të thjeshtë, që kjo është në dëm të shqiptarëve, sepse në Bashkimin Evropian nuk po shkon Partia Socialiste dhe nuk mund të shkojmë ne, sepse zoti Rama do të shkruhet në historinë që ai antarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Jo zotri, nuk ke antarëson ti Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Duhet vullnet politik i të gjithëve palëve politike. Ose përkundrazi një referendum popullor që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, të marrim edhe detyrat. Të marrim edhe detyrat. Ore, Bashkimi Evropian do paguash miliarda, nuk fal ai. E kupton çfarë mashtron këtë popull më? Ky popull mendon se ende ka Bashkimin Evropian që fal lek.
zotri, lek, do paftuash. Të mira, ke 3 shtëpia, janë më të shumta. Një do ngelesh, më dëgjoj. Ke 3 shtëpia, me një do ngelesh, edhe me zor do ta kesh. Je pa shtëpi, do ngelesh 0 shtëpi. Ky do jetë Bashkimi Evropian. Avokat, të mira janë më të shumta se ato. E një njeriu që don të futet në histori për shkak se ka dështuar nga 2013 duke I futur të gjithë në burg, sepse është e çuditshme. Llako në burg, Ameta I për burg, Velia I në burg, Koka në burg, Balluku drejt asaj shtëpia është në Pogradec. Pra, e kupton në cilën situatë jemi, edhe ky shkon edhe thot, do hapa kapitull që janë detyra dhe unë do fus Shqipërinë në Bashkimin Evropian. E kupton çfarë mashtrimi është ky? Avokat, mos ta bëni nder Greqia dhe na bllokon në këtë linjë që thoni ju. Ndoshta thot mos hajdeni këtu. As Greqia, as Italia të dish 2 vendet që kanë dhënë më shumë tek Shqipëria, kur kanë qenë gjithmonë në presidencën e Bashkimit Evropian, ka qenë Greqia dhe Italia që kanë dhënë shumë lek për të investuar tek shqiptarët. Keni parë ju ndonjë investim apo keni parë ju që mendoni që mund ta bllokoj, mund të vendos veton Greqia apo jo? Apo një presion nga Italia mund ta hapë? Greqia ka thënë që në 2032 në vazhdim do të ketë antarësim. Franca ka thënë në 2032 në vazhdim do të ketë antarësim. Gjermania ka thënë pa plotësuar kriteret e Bundestagut nuk ka antarësim në Bashkimin Evropian. Por në Bashkimin Sovjetik mund të kemi antarësim. Jemi të qetë se kjo pjesë nuk kemi se I kërkojmë ndihmë Italisë për t'i bërë presion Greqisë sepse ju thoni 2032 do ta hap rrugën. 2032 Bashkimi Evropian vjen me frym tjetër për shkak se në 2029 dhe deri në 2030 Bashkimi Evropian do bëjë një formulim të ri të vetes saj, do bëjë një, do thosha, strukturim se si do të pranojnë vendet anëtare ose vendet të reja, dhe gabimi I Bullgarisë, Rumanisë dhe Polonisë, mos gaboj. Bullgari, Rumani, dyja kanë qenë që Po jo, ka qenë edhe një vend tjetër, edhe Polonia më duket ka qenë një gabim I cili u korrigju në momentin e fundit, nuk do të futen në Bashkimin Evropian. Për Bullgarinë dhe për Rumaninë për hyrje në blok. Edhe diçka tjetër, Bashkimi Evropian ka thënë edhe këtë gjë, që nuk e thënë shumica e mediave, sepse është arsye e tyre ku e di unë pse. Një shtet në Bashkimin Evropian nuk do të futet në rast se borxhi I brendshëm dhe I jashtëm nuk është në nivelin e duhur, sepse ne po u futëm, edhe bësh antar, ke të drejta dhe detyrime janë monetare, që duhet përballosh buxhetin tënd në raport me kërkesat e Borxhin nuk e keni që duhet borxh të 6 vjeçëse, se 57-8 në mos gaboj. Nuk të merr dikush në Bashkimin Evropian po jeni me borxh mi 50 pi 60. Duhet ta kesh poshtë 35-s. Poshtë 35 nuk mund të shkoj më shumë se 35. Jo, apo prandaj po them se kriteret janë më të rënda se aq sa mendojmë ne. Por zotri, ti mund të normosh ligje nga mjesi deri në darkë. Avokat, të bëj çik opozit, po janë hapur gjithë kapitujt avokat, janë hapur të gjithë. Sot pjesë e madhe. Detyrime. Kapitujt nuk kuptojnë detyrime, jo mashtrime. Çfarë do të thotë detyrime? Infrastrukturë, lek. Tani, po ti, ai që është në bujqësi, duhet të marri pajisjet e dur që të japi shtetit të ardhura, po ai duke u marrë pajisje të cilët janë të financuara nga Bashkimi Evropian, ato pajisje nuk I merr kurrë dhe dikush I fut në xhep. Si do futesh ti në Bashkimin Evropian? Duke prodhuar hajdut përsëri. Po këta thonë që po them, do bëhet Shqipëria, më dëgjoj mua këtë dhe mbaje këtu. Shqipëria do bëhet gazi I botës në Bashkimin Evropian për lekët që do vinë nga Bashkimi Evropian. Mbaje dhe regjistroje. Do bëhet gazi I botës me këta që do vjedhin në mënyrë të paimagjinueshme. Avokat, këta mbaje mend këtë që po të them. Mbaje mend këtë që po të them. Shënoje, Shqipëria do bëhet gazi I botës me lekët që do vinë nga Bashkimi Evropian. Se do bëhet kërdia e vjedhjes duke kalu çdo imagjinat. Megjithatë, avokat, këta thonë që këto gjëra kanë ndodhur edhe në Greqi, edhe ti e di, kanë ndodhur edhe në Maqedoni, edhe në Itali kanë ndodhur kudo, po Bashkimi Evropian kësaj radhe ka thënë unë do I kontrolloj, por kam frikë se do ndodhi vjedhja, sepse ti e di shumë mirë që vjedhjet ndodhin edhe sofistikohet vjedhja, nuk bëhet gjithmonë e njëjta vjedhje. Prandaj po them,
vjedhjet do të ndodhin dhe mbaje mend që Partia Socialiste Pra do ju të po thoni që goditet ne nga vetja e kemi saj duke mësuar vjedhur vazhdimisht ashtu siç kanë vjedhur nga momenti kur kanë ardhur që në 2013-ën vetëm burgaxhika kanë ta ndisur jo se drejtësia funksionon. Po për shkak se ja e futën njëri tjetrit dhe në fund fare e përfundon njëri tjetrin në burg. Kjo është e vërtetë. Pra avokat ju thoni që ne nuk i mësuam vetë këta, po i sollëm nga jashtë. I mësuam andej. Jo, nuk e kuptove. Nga brenda këtu i kanë bërë gjitha. Ti prisje që në 2013-ën Shqipëria të ndryshonte sepse ishte një sali i keq. Në 2013-ën deri më sot të gjithë këta çka kanë bërë? Kanë vjedhur me njëri tjetrin, flas nga Partia Socialiste sepse ata kanë shkuar kanë spionuar njëri tjetrin, sepse në rast se nuk ka një spionazh brenda vetes, ti nga do ta dish që si vjedh ai tjetri. Brenda vetes ka ardhur spioni. Ai kanë prish pazarin dhe ka filluar duke denoncuar njëri tjetrit. Dhe prandaj them që rasti i këtyre që po të ndodhin vjedhjet edhe në Bashkimin Evropian, edhe këto do i shikoni se do bëjmë gazi botës shumë e thjeshtë kjo. Avokat, po në hyrjen e bët të gjerë dhe të plot, panoramën, po çfarë do ndodh sonte para të nisë? Asgjë nuk do ndodh thjesht një paraqitje. Do thosha një do jetë fortë numrave apo ndoshta kauza ideja që do shpaloset aty, si do vazhdoj. Pra si do imponohet Berisha sonte? Edhe zoti Berisha imponohet te Rama me ndryshime kushtetuese. Këtu. Pra, e gjithë pazari do luhet tek ndryshimet kushtetuese. Në rast se zoti Berisha don të bëjë diçka, do bëj vetëm këtë kryengritjen e tij ose ringjalljen e tij pas një pauze të gjatë. Pra sonte ringjallet Berisha thoni ju. Po do të ringjallet Berisha sepse pas 11 majit Berisha është ringjallur në mënyrë kushtetuese, që do të thotë zoti Rama mund të bëjë ndryshime kushtetuese vetëm me Berishën. Por ndryshime të kodeve dhe të tjera që do të 84 vota e bën me aleatin e vet të përhershëm të zotin Doshi. Si edhe zoti Doshi ka kontribuar shumë me ngjarjen në 21 janar, mos gabojmë, janë edhe këto fakte. Pra, ju duhet keni parasysh që e gjithë kjo që do bëjë zoti Berisha është për shkak të marrëveshjes së politike që do të kenë dy partitë politike për ndryshime kushtetuese. Tani, a do jetë në favorin e Partisë Demokratike apo jo ndryshimet kushtetuese? A do të pranojë që Berisha të bëjë ndryshime kushtetuese? A do të ketë fitim apo humbje? Kjo mbetet për të parë, por për mendimin tim, çdo ndryshim kushtetues në këto momente do të jetë disfat për opozitën në tërësi, jo vetëm për Partinë Demokratike. Ku do shkojmë më keq? Jo, por nuk ka lidhje me më keq apo jo, sepse kushtetu do kesh përsëri, por e vërteta është se sa herë ndodhin ndryshime kushtetuese që janë gjithmonë ndryshime të cilët bëhen shumë shpejt, sigurisht që disfavori vjen tek partia që është partia e dytë. Përsa në rast se do të bëhen ndryshime kushtetuese dhe nuk do të merren për këtë legjislaturë dhe mund të parashtrohen pas legjislaturës së 2029-s, atëherë mund të themi që po Partia Demokratike negocion dhe bën do thosha, një provokim të duhur për të kuptuar se në rast se në 2029-ën nuk shkojmë me ndryshime të reja kushtetuese, por shkojmë ato që jemi aktualisht dhe shikojmë rezultatin zgjedhor, atëherë ligjvëndësi i ri që do të jetë në 2029-ën do kuptojmë a do të shkojë dhe të bëjë ndryshime kushtetuese apo jo. Në rast se Partia Demokratike shkon që nesër dhe bën ndryshime kushtetuese menjëherë dhe ndryshojnë dhe përditësohen në kushtetutën aktuale, Partia Demokratike e ka humbur kështu në mënyrë spektakolare dhe mos të qahen më për asgjë dhe thjesht vetëm nga PD ta bëjnë shoqata PD. Sakt. Avokat, po Berisha mos ka gjë hallin e 21 janarit që po e bën këtë protestën? Si hall s'ka Berisha për 21 janarin. Kjo është praktika. Kështu bën në vendet perëndimore. Po pse nuk shkon atë? Për sa i përket 2011-ën 21 janarit. Berisha nuk ka përgjegjësi penale. Berisha ka vetëm përgjegjësi do të thosha politike. Doli tha është një krim shtetëror. Se është një krim shtetëror. Por ajo që mua më bën të dyshoj është kjo. Mirë që ka një krim shtetëror.
Për ti Partia Socialiste, pse ke marrë Agron Malajn edhe bërë deputet ai që ishte në zonën e parë? Se unë nuk mund të marrë një person që dyshoj. Nëse ai ka bërë diçka, por dyshoj. Nuk e marrë dot edhe fus brenda partisë. Dhe nuk mund të them që Saliu që ka I keq dhe ky që ishte në krye të detyrës. Çu bën. Ka një kod atë. Krye detyrës ishte kush ishte avokat po? Po krye detyrës ai ishte ai, pse u bë deputet I Partisë Socialiste? Po ai pse u bë kryetar bashkie në singlën e Partisë Socialiste? Nuk të bë çudi ty. Mua më bën shumë çudi. Avokat, ai dhe të tjerët Ina Rama, pse nuk jetoi? Ina Rama, pse nuk jetoi krye ngritjen? Jam dakord me ju, janë vrarë 4 qytetarë, se bëj dyshim duhet futen në burg. Por nuk mundet kërkojmë fusim burg njerëz të cilët nuk futen dot në burg, sepse s'kan. Por kush e dha urdhrin avokat, urdhrin? Por zotri, kush e ka shkrepur është diskutimi, jo kush e ka dhënë urdhrin. Edhe unë mund të them ty tani, edhe unë mund të them tani, shkrepe, do ta shkrepësh ti. Avokat, kush e dha urdhrin? Pastaj zotri, të një armë tjetra. Dhe unë të them shkrepe, ti do ta shkrepësh kur je në kundërshtim me ligjin. Jo. Avokat. Jo, se ta thot vet ligji. Një urdhri të palikshëm nuk I nënshtrohesh. Po kush e dha urdhrin e palikshëm? Edhe njerë po të them, ore zotri, nuk ka dhënë asnjëri urdhër, këta mashtrime. Po ti gjuajtën vetë ata? Urdhri, ore zotri, por zotri, se ai ja ka radhë menja dhe ja ka vendosur përpara ty. Se ky është mashtrim, tjetër është mashtrim publik ky. Zotri, je në krye të detyrës, e ke lexuar rregulloren, e ke lexuar që kur ai komandanti të jep një urdhër të padrejtë, ti nuk duhet ta bësh ekzekutimin. Më mirë të përballesh me largimin nga puna se sa të vrasësh 4 qytetarë shqiptar. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk kërkon logjik tjetër, nuk kërkon logjikën e idiotit. Zotri, ke marrë një urdhër të palikshëm, nuk e ekzekuton. Kush e dha? Si puna e Thethit. Si puna e Valbonës. Të palikshme janë urdhrat aty. Dakor, po si komar, si idiot, shkojnë edhe zbatojnë urdhrat e pastaj nxjerr partia nga puna. Avokat. Sa këtë tjetrin, ishte në krye të sulmit, e futi deputet, e futi kryetar bashkie, tani na thonë që vajnë e pas ka një person tjetër. E kupton që mashtrojnë popullin shqiptar më. Prandaj e them në këtë ton më. Se mos më intereson fare, as më prek fare 21 janari. As më intereson çka kanë ndodhur me 20 janarin. Fare, zero interes kam. Po ky është mashtrim publik që të konsumohet për qeverisur Partia Socialiste, Partia Komuniste për na çuar ne 500 vite mbrapa. Prandaj po ju them. Avokat, s'po flasim për po ju them. Nuk po flasim për partinë, po flasim militantë të Partisë Socialiste ishin ata dhe ka shkuar në protest Partia Socialiste ka shkuar. Nuk ka shkuar ndonjë sindikat. Avokat, po flasim për shtetin. Nuk ka shkuar ndonjë sindikat. Jo për partinë, po flasim për shtetin. Ju thoni, me atë që kuptova, Partia Socialiste ka shkuar në 2011 për të rrëzuar Sali Berishën dhe për të na thonë që në 2011 nuk ishim demokraci, jemi dakord. Erdhën në 2013 edhe ka kandidatur Burgaxhi. Tani, erdhët për me vjedh apo me dhënë shtet së drejtës në këtë vend? Avokat, ju po thoni, është më thjesht kjo. Avokat, me atë që kuptoj unë është kjo që ju po thoni që zinxhiri komandues nuk i zhbindur e prorëve. Po normalisht ata të cilët kanë qenë aty përpara dhe ato kanë filluar dhe kanë shpi. Tani, çfarë për shembull për atëre, në rastin e themi që Sali Berisha pas ka faj, për inceneratorin e Dirama pas ka faj. Jem dakord. Jo, avokat. Jemi Jo. S'mund të themi ne. Jo. Për me goni gal që është dënuar e Dirama ka faj apo s'ka faj? Jo, avokat, mos e relativizoj. Jemi këtu te Jo, s'mund ta përdorim kështu ne. 4 jetë avokat, 4 jetë. Jemi aty. Por zotri 4 jetë janë vra. Unë nuk kam bërë kryetar bashkie dikëmër zotri. As deputet, një person që ishte në vijën e parë vrasjeve. Zotri, është logjik kjo, nuk ka nevojë ti të bësh imagjinat. 4 të vrarë, çfarë më thot 4 të vrarë? Janë të 4 të vrarë, është fakt konkret. Ina Rama, kush sot Ina Rama? Ku është? Ta kryeprokuror ka pasur e komisionit të apelimit. S'kishte vullnet ajo të hetonte. Si ishte kryeprokurore, se ligji atë ishte ndryshe. Po i refuzoi Berisha. I refuzoi urdhër arrestet policia.
Po le mor çao këta mashtrime publike përsëri mor çao. Ma i mori aty, i mori në mbledhjen e qeverisë. Po ti refuzoi merr tek këtu se ky është interpretim të kodit të procedurës penale, dhe urdhëron zotri ku e ke. Po mirë, interpretoje, ta refuzon ati, kalbe në burg, po s'ta mban, apo kishe marrëveshje. Urdhëro, ky është kod që interpreton çdo dispozit të kodit të procedurës. Avokat, as ja mban ta lexojnë, është puna e tyre, pse unë kam këtu të ta lexoj. Pse? Avokat, se këto janë mashtrime, se të thot ai ty, çfarë të thot? Të thot nuk u zbatun urdhrat. Po ky është mashtrim. Nuk ta zbatoj, po urdhro ku e ke kodin. Avokat, pse Strasburgu e quajti krim shtetëror atëherë? Se Strasburgu nuk mund të thot që unë do të bëj si quhet atë interpretimin sipas interesit tim. Ajo thot që po kemi të bëjmë me një krim shtetëror, sepse aty janë përfshirë funksionar publik. Po pra, kush ishin kryeshtetit në këtë krim shtetëror, këtë më thuaj ti? Janë funksionar publik, që do thot funksionar publik është edhe ai i gardës, që është aty. Funksionar publik që në shërbim publik bën ai. Ai ka pas drejtues apo jo? Por edhe quhet kështu quhet, pse? Sepse përkthimi të një, për shembull, anglishtja në shqip ka përkthim. Dhe mënyra se si është përkthyer, sigurisht lën disa dyshime, por e marrim që është një krim shtetëror, por në asnjë referencë të kodit penal në Republikën e Shqipërisë nuk ekziston fjalia apo termi krim shtetëror. Në asnjë dispozit të vendeve perëndimore nuk ekziston një fjali që thuhet krim shtetëror. Vetëm këto përkthyeset që punojnë në institucionet shqiptare, sipas interesit. Te përkthimi është e gjitha, loja, po kërkesa për zbardhje, është përkthimi, kërkesa për zbardhje? Kam par akte që përkthyesit kanë qenë nona edhe kanë marrë mos them kërkesën e prokurorisë, kanë përkthyer me gjashmëri me atë që thot gjykata. Prandaj mos e çojmë aty. Pra, 21 janari janë zbardh disa ngjarje. Cila është ngjarja që është zbardhur? Avokat, më e di çka këtu, me që jemi këtu. Për sa i përket asaj krim shtetëror të fjalshit. Edhe Berisha vetë e tha që shiko tha, unë e kam thënë përpara Strasburgut që është krim shtetëror. E tha sot. Po le ta thot ai, po nuk e ke në kodin penal krim shtetëror më zotrim. Po unë jam te fakti avokat. Fakti që ky është krim shtetëror, tani kush ishin krye shteti tani, pse mos hetohet? Edhe një herë po të them sepse edhe një herë debati do vazhdoj avokat. Do vazhdoj debat sepse është qëllim kjo që bën SPAK-u për interes Partisë Socialiste. Zotri, kush e organizoi protestën lidh pyetja? Po sa protesta bën, po pastaj do bin prej provokimeve. Ore më dëgjoj mua, jo, se ajo 21 janari u vran 4 vetare. 4 veta u vran jashtë perimetrit të sigurisë. Po pra jashtë. Po qelluan nga brenda apo jo? Po kush tha aty që nga brenda? Vetëm nga brenda ka. Vetëm nga brenda ka. Po si u qellua edhe nga jashtë? Zotri ishte për të urrëzuar qeveria Berisha atë kohë. Ishte për të urrëzuar qeveria Berisha në atë kohë. Doli video korrupsione. Po me ta priti. Vetëm një ngjarje që u hetua, u gjykua dhe mor pafajësi ishte ajo. 2 ngjarje. 2 ngjarje. Po dha ajo nuk e di, duket me një sekond. 2 ngjarje. 2 ngjarje që nuk janë hetuar është ngjarja e 21 janarit dhe kryengritja e 21 janarit. Këto 2 ngjarje nuk janë hetuar dhe gjykuar. Rasti Meta është hetuar, është gjykuar dhe ka marrë vendimarrje. Dhe ka pas procedurë. Pa procedurë, themeli. Vendim themeli, pa procedurë. Lulzim Basha me procedurë? Po, Basha e me procedurë për Durrës Kukës. Iko, e kupton? Basha me procedurë ka dhe lobimin, edhe lobimin e ka me procedurë. Kush ishte me procedurë edhe rastin e Bashës në 21 janari? A ka kontrolluar dikush Ina Rama, Basha, çfarë roli luanshin atëre? A ka kontrolluar dikush pse kur ishte PD-ja në atëherë në atë kohë, pra opozit që votoi reformë në drejtësi, Ina Rama shkoi direkt dhe u bë antare e KPA-s. Lubasha, Ina Rama, tabulatet, shqip flasim, edhe asgjë tjetër. Prandaj kërkohet një
informacion më të theduar. Dhe e di që ndodh. Unë nuk po pres që të më thuash ti Lulbasha, Ina Rama, Sali Berisha. Jo, unë pres më thuash nesër Lulbasha, Ina Rama, Edi Rama. E të tjerë. Sepse duhet kuptosh diçka. Kurthet ose gropat duhet t'i bësh, po qëllimi është me plan B. Ata nuk kanë pas plan B. Dhe plani B ishte të rrëzonte Berisha. Nuk u arrit kjo gjë. Dhe unë po të bëj një pyetje aty edhe po të them shumë pyetje logjike. Në rast se Berisha e kishte në dorë Ina Ramën, do dita të dita thonte ashtu siç e tha? Do logjika të thotë. Ti për shembull kur ke një alat, kur ti e din që i ke punën të mirë me atë, del publikisht dhe e shan? Jo. Edhe sikur ta bësh loj, të paktën nuk e shan atë formë. Dhe ai e shajti. Jemi dakord këtu. Po çfarë do thotë kjo? Që e shau edhe? Mos thuajte, nuk ka rëndësi fjalin. E shajti, publikisht e shajti. Unë për shembull, ku kam një person edhe kam alat, nuk e shaj publikisht. Dhe madje edhe kur dua të bëj ndonjë shaka, prap nuk e shaj publikisht, e bëj shaka. Por ti kur e shan publikisht do thotë ke shkëput marrëdhëniet. Kush nuk e ka shajt Ina Ramën atëherë publikisht? Lulzim Basha. Kush nuk e ka shajt Ina Ramën atëherë publikisht? Edi Rama. A ka marrë spaku Ina Ramën në pyetje? A kanë zbardhur tabulat telefonike midis Edi Ramës që duhet merret në pyetje? Bashës? Urdhë? Ju thoni duhet merret në pyetje Ina Rama tani? Po ishte kryeprokurore, më valla kush do të merr? Unë edhe ti do merrem që s'kemi lidhje fare me janarin. Ora lidhin disa pyetje të natyrshme, jo të qenurit militant. Edhe një herë po ta them, vrasjet e 21 janar quhen vrasje, nuk quhen gjë tjetër, i quhen vrasje. Tani shkojmë te hetimi. Te hetimi 21 janarit. Dhe lidh pyetja, zotri, ke hetuar? Pra, hetojmë 21 janar me 4 të vra, po hetojmë edhe kryengritjen. Po ku do t'i gjej unë të prova? Nga 131 gjoja që janë gjetur aty, apo do t'i gjej nga tabulat telefonike? Pra, nga tabulat telefonike. Avokat, thuaj edhe diçka të fundit për ta mbyllur. Kjo do zbardhet ndonjëherë apo jo? Kur? 21 janari dhe kryengritja nuk do zbardhet kur. Dyshoj që një arrestim i mundshëm do të ndolli, por do të jetë për sy e faqe. Tani, por do të jetë një arrestim i mundshëm, po do jetë një arrestim i mundshëm, por kujdes këtu. Çfarë niveli? Niveli, tani e ka bërë veten politik, por ajo që unë dua të them është kjo. Një arrestim i mundshëm do ndodhi, por jam i bindur që do godas Partinë Socialiste arrestimin. Dhe nuk mundet më Partia Socialiste të thotë për 4 të vrarë, ku ndërkohë ka shërbyer vetë në Partinë Socialiste. Pra, nuk prisin arrestime politike, po në nivel strukturash drejtuese të institucioneve shtetërore. Ore, unë po të them që për 21 janar do kesh arrestim. Por ajo që do kuptohet qartazi, pavarësisht se do të thonë me vonesë, paku dhe kështu, arrestimi do të vijë për të dhënë mesazhin që ne po bëjmë hetim. Por tani, ky arrestim, a do të jetë një arrestim për të shfaqur si një dhënie drejtësie për 4 viktimat, apo do jetë një arrestim thjesht për të thënë që spaku i ri që i erdhi bomba në duart që mos t'i shpërthej, po bën një arrestim me prova, pa prova nuk ka rëndësi, ne po arrestojmë. Prandaj duhet them që unë mbaj rezerva, do ta analizojmë rastin e arrestimit, si do bëhet, por unë mendoj që arrestimi 21 janarit, ma e men këtu fjala kyç është që do ketë ngjyrë partjake. Arrestimi 21 janarit do të ketë ngjyrë partjake. Qa, blu apo blu? Jo, tani po të thash unë edhe, më fal, po të thërë edhe ngjyrën, pastaj mbaroj puna pastaj. Ç'a do të themi herës tjetër pastaj? Avokat, duket se ai që do flasim, për sa i përket viteve, do jetë
akoma me kohë më të gjatë se ajo që ka kaluar, se kjo çështje do marrë edhe shumë vite. Edhe unë të falenderoj shumë për bisedën. Po. Edhe ju falenderoj për ftesën, por kjo ngjarje 21 janarit, po nuk hetua bashkë me kryengritjen, nuk zbardhet kur ngjarja. Kur? Edhe sikur ti fuzësh ti 100 veta në burg, 21 janari nuk zbardhet, po nuk zbardh kryengritja. Këto të dyja shkojnë paralel. Dhe do thotë dikush kryengritja kërkon fakte, kërkon rezultat. Unë ju them, edhe të mbetur në tentativë quhet kryengritja. Por me kodin e ri penal, avokat falenderoj shumë. Faleminderit, duke bërë. Faleminderit shumë.